atmosferë diplomatike dhe masa të shtuara sigurie në Tiranë që prej pasdites së sotme, kur kryeministri Edi Rama priti në një takim zyrtar presidentin e sapo zgjedhur të Këshillit Evropian, Antonio Costa. Vizita e tij vjen në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian, i cili do të mbahet nesër në kryeqytetin shqiptar. Takimi mes dy liderëve u zhvillua në ambientet e kryeministrisë, ku diskutuan mbi rëndësinë që ka ky samit për gjithë rajonin dhe mbi rolin që Shqipëria ka si një partnere e besueshme në proceset evropiane. Të njëjtën, Tirana do të mirëpresë 47 lider nga i gjithë Europa, përfshirë krerë shtetesh dhe qeverish nga vendet anëtare dhe jo anëtare të Bashkimit Evropian, si Mbretëria e Bashkuar, Ukraina, Serbia, Kosova dhe Turqia. Samiti do të nisë në orën 11 dhe do të përmbyllet në orën 18:30 në një konferencë përshtyp të përbashkët mes kryeministrit Rama dhe presidentit të Danimarkës. Ky samit shënon për herë të parë organizimin e Komunitetit Politik Evropian në një vend të Ballkanit Perëndimor, një zhvillim që sipas vetë Ramës tregon rritjen e besueshmërisë ndërkombëtare të Shqipërisë dhe peshës së saj politike në tryezat evropiane. Ky është një moment historik jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Samiti i Komunitetit Politik Evropian është një forum ku zëri ju ndëgjohet, ku jemi bashkë me një frym barazie dhe partneriteti, deklaroi kryeministri Rama pas takimit me presidentin Costa. Komuniteti Politik Evropian është një platformë jo formale e bashkëpunimit politik e krijuar për të nxitur dialogun mes vendeve evropiane në tema të përbashkëta si siguria, stabiliteti, energjia dhe zhvillimi ekonomik. Ai nuk është pjesë e strukturës së Bashkimit Evropian, por konsiderohet si një hapësirë komplementare për koordinimin politik ndërmjet vendeve të kontinentit.